Akademia Alternative Rënjë Tona përfaqëson një institucion tashmë të njohur mbar kombëtar, që nëpërmjet konferencave shkencore si sot kontribon dhe shkruan historinë e kombit, historinë e vërtet të kombit, të mohuar nga paaftësia jonë si shqiptar, po shpeshherë nga dashakejësia e qarqeve anti-shqiptare e shtrirë kjo në kohë. Veprimtaria e institucionit akademik, Akademia Alternative Shkencore Rënjë Tona, në kuptimin juridik ose të atij të specializuar, ka qenë e përqendruar në fushat si historiografia, gjuhësia, etnokulturë, ekonomia patriotike, turizëm historik, inxhinieri dhe deg të tjera që lidhen me shkencën e albanologjisë dhe jo vetëm, me qëllim informimin dhe vënje në dispozicion të publikut të gjerë vendase të huaj dhe të organeve të pushtetit qendror e vendor, studime, projekte dhe konsulta në fushat e mësipërme që duhet të shërbejnë atyre për të hartuar programe të caktuar. Akademia Rënjë Tona si institucion i specializuar ose departamentet e saj e të organizuar në nivel akademie alternative ka sjell fakte dhe interpretime se si mund të ndihmoj historia për të siguruar lirinë e vërtet të mendimit dhe të shprehjes dhe se si të bëhemi pjesë dinjitoze e komunitetit vleror që quhet Europë. Akademia, si institucion i specializuar me departamentet e saj, ka nxitur iniciativa për probleme në fushat e historisë, kulturës, si dhe përfaqësimit si institucion i specializuar, duke pasur në përbërje të vet ekspert, historian, arkeolog, gjuhëtar, etnokulturor, ekonomist, inxhinier të interesave të qytetarëve për këto çështje në proceset vendimarrëse dhe në instancat gjyqësore në mbrojtje të interesit publik e kombëtar në dobi të shkollave të arsimit, metodave studimore, duke ringritur debatin e munguar shkencor në këto fusha për zbulimin e së vërtetës. Akademia si institucion i specializuar me departamentet e saj ka synuar ndërgjegjësimin e shqiptarëve kudo që ndodhen për rëndësinë e njohjes së origjinës sonë, për të kuptuar peshën e kësaj vlere historike në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare, për të marrë përsipër përgjegjësitë e kësaj peshe si trashëguesit dhe mbartësit themelor dhe të drejtë për drejtë të tyre. Për sa më sipër, institucioni ka synuar rritjen e vetdijes së shqiptarëve mbi rëndësinë e njohjes së lidhjeve të historisë së tyre me kulturë e popujve të tjerë të antikitetit. Ndaj përkushtimi i këtyre studiusve, veprimtarëve të Akademisë Rënjë Tona, ka synuar gjithashtu edhe në edukimin, sensibilizimin dhe nxitjen e kërkimeve dhe studimeve në fushat që përfshin shkenca e albanologjisë, si dhe pasqyrimin dhe trajtimet mbi kombin ton që nga para antikiteti deri në ditët e sotme në media dhe shoqatat mbar shqiptare. Ju të nderuar profesor dhe veprimtar, drejtuesit e akademisë, profesor Pingulli, profesor Guri, zoti Bala, studiusi, zoti Dalipi e të tjerë, mua personalisht si bujar më kujtoni një shprehje të madhit apostullit të shqiptarizmës Mitat Frashëri në dekalogun e tij moral, jo dekalogun politik, se s'bëm politik këtu, që thot në punë kije për nder dhe lavdi të jesh shërbestar. Ju jeni vërtet shërbestar të kombit, shërbestar të vendit, shërbestar të Shqipërisë. Akademia ka mundur me vështirësitë e veta të gjitha aspekteve të realizoj bashkëpunimin me institucione akademike shqiptare dhe të huaja, duke shfrytëzuar metodën e munguar atë të debatit të hapur mbi disa nga tezat që janë në përdorim në shkencën albanologjike dhe prurjet e reja të studiusve profesionist dhe ata studius që janë provuar në këto 30 vite që i kanë shkelur, i kanë sfiduar dhe i kanë mundur dogmat e ndryshme. Do ta mbyll këtë përshëndetje modeste duke ritheksuar privilegjin që mu bë nga drejtuesit e akademisë me mësimin e madh të rilindas dhe dritë e diturisë përpara do të na shpjerë. Faleminderit profesor Pingulli, faleminderit.